Shpat Kasapi, një nga këngëtarët më të dashur të skenës dhe ekranit, që diti të tërheq, jo vetëm me zërin e tij, por edhe me natyrën pozitive dhe të qeshur, do t'i mungoj përgjithmonë botës së artit. Por më shumë, ai do t'i mungoj familjes, bashkëshortes dhe djalit. Vetmin që i ka pushtuar shpirtin, shpesh Selvia bën dedikime të ndjera për bashkëshortin e saj, duke treguar boshllokun e pazëvendësueshëm që ai ka lënë në jetën e tyre dhe shpesh shprehet duke thënë: "Të kujtoj çdo ditë shpati im, derisa Zoti të na bashkojë." Por kur shpati u largua nga jeta, çifti kishte shkuar në Itali për t'i dhënë djalit një shërbim më të specializuar te një lokoped profesionist për problemin që ai kishte. Këngëtari gjithmonë e kishte kokën pas për problemin e të birit, por tani që ai është larguar nga jeta, Selvia ka treguar se çfarë po ndodh me djalin e tyre. Vetëm 6 muaj pasi shpati është larguar nga jeta, Roeli ka filluar të flasë dhe fjala e parë që ka thënë është babi. Kjo është një fjalë që ai shpesh e kishte dëgjuar nga shpati, por nuk ka mundur asnjëherë ta shqiptonte për sa kohë që shpati ka qenë gjallë. Selvia dha lajmin e mrekullueshëm se Roeli ka filluar të flasë dhe fjala e parë që ka thënë është babi. Roeli e sheh shpatin në çdo foto, e prek dhe buzëqesh, teksa mban në duar foton e të atit, por ai nuk e di që prezenca fizike e shpatit do t'i mungoj përjetësisht. Roeli ka filluar të flasë dhe ky është një lajm i jashtëzakonshëm, jo vetëm për familjarët e shpatit, por edhe për të gjithë dashamirësit e muzikës së tij.